Sonila Çota është shqiptarja që ka lidhur kuror me pakistanezin Waz Khan. Ata kanë një histori sa të bukur dhe të vështirë të dashurisë së tyre. Në një lidhje me Skype nga SBA-ja, vendi në të cilin jetojnë, çifti ka zbuluar shumë detaje, të cilat kanë qenë vërtet prekëse. Unë kam ardhur në Amerikë në vitin 2007. Kam bërë bashkim familjar me burrin e parë dhe kam mbi 16 vite në Amerikë tani. Martesa e parë nuk shkoi ashtu siç e mendova unë. Patëm disa probleme familjare dhe martesa jonë u ndërpre. Me Wazin unë e kam njohur në punë, ku punojam si menaxhere në kompaninë e tij. Aty kemi punuar bashkë dhe në të njëjtën kohë kemi bërë muhabet, kemi ndarë gjëra familjare. Aty duke kaluar vitet, ai më tregoi për veten e tij që kishte disa probleme me martesën. Unë fillova t'i shpjegoj jetën time se isham krejt e vetme këtu. Kisha vetëm njerëzit e burrit dhe pak më vonë erdhi djali i Dajës dhe Daja. Sikur u ndjeva pak më mirë, se kisha një person timin të afërt. Unë doja dikoj që të shprehesha, t'i tregoja jetën time çfarë po ndodhte me mua. Nuk ja tregoja dot familjes time sepse nuk doja t'i bëja merak, nuk doja t'i mërzisja. I thoja se çdo gjë shkonte mirë. Kisham nevojë të bisetoja, të tregoja çfarë isham duke përjetuar. Kishte ditë që unë vijam në punë dhe isha shumë e mërzitur. Ai më pyeste, por unë nuk i tregoja, ndërsa erdhi një ditë dhe nuk po e majam dot më. Unë u ndava në 2012 dhe lëviza nga shtëpia kur isha me burrin dhe ndeta me qera me gocat. Edhe aty mora prindrit, do me thoni mirë janë çdo 6 muaj për vizitë në Amerikë. Prindrit e takuan dhe e pëlqyen shumë pasi, siç e shikoni dhe vetë, është shumë i çiltër, familjar dhe shumë i ëmbël. 3 fëmijët e Wazit jetojnë me maman e tyre, 2 vajzat e mia jetojnë me mua, ndërsa bashkë me Wazin kemi një djalë dhe një vajzë, gjithmonë mblidhemi bashkë, ka rrëfyer Sonila.